Pas humbjes së djalit të saj, atmosfera në familjen e Gjestit ka qenë e rënduar dhe me dhimbje të thellë. Ditët e fundit, nëna e tij ka marrë vizita të shumta nga të afërm, miq dhe të njohur, të cilët kanë shprehur ngushëllimet dhe mbështetjen e tyre. Humbja ka prekur jo vetëm familjen, por edhe komunitetin, pasi ngjarja është përjetuar me trishtim të madh. Ndër vizitorët e kësaj periudhe ka qenë edhe Egli, e cila ka vendosur të paraqitet personalisht për të shprehur ngushëllimet e saj. Ajo ka mbërritur në banesën e familjes dhe ka takuar nënën e Gjestit me shumë respekt dhe qetësi, siç është në raste të tilla kur fjalët shpesh mbeten të pamjaftueshme. Egli ka mbajtur në duar 2 kuti me dhurata simbolike. Sipas burimeve pranë familjes, dhuratat kishin vlerë përkujtimore dhe ishin zgjedhur enkas për të nderuar kujtimin e të ndjerit. Në njërin prej tyre ndodhej një kornizë me një foto të djalit, e cila do të vendoset në një nga qoshet e shtëpisë. Ndërsa në kutin tjetër ishte një shall i thjeshtë, si shenjë ngrohtësie dhe respekti për nënën. Gjatë vizitës, Egli ka qëndruar për disa minuta me familjen, duke ndarë momente qetësie dhe reflektimi. Nuk janë dhënë deklarata publike, pasi vizita ka qenë private dhe larg kamerave. Të pranishmit kanë thënë se takimi është zhvilluar me shumë delikatesë, pa bujë dhe pa praninë e personave të tjerë. Familja ka shprehur mirënjohje për të gjitha vizita ngushëlluese që ka marrë gjatë këtyre ditëve, duke theksuar se mbështetja morale është e rëndësishme në momente të tilla. Ndërkohë, kujtimi i djalit do të vazhdojë të mbetet i gjallë në zemrat e të afërmve dhe miqve që e kanë njohur.